Inshallah Zotin e forcon imanin. Inshallah Zotin e ruan fytyrën. Inshallah Zoti ja Rabbi, çysh jemi të bun këtë xhamin xhenet na qen. Allah inshallah ja fal gjunat e prindve ton. Allah na drejtoft e vllatë ton. Allah na bashkoft me familjarët tonë me këtë dynjan xhenet ja Rabbil alamin. Zoti i madh i shëron të smurit ton. O Zoti i madh i udhëzon të humbrit ton. I mëshiron të vdekurit ton. Ja Rabbi po të lutem para ty njerëz me abdes. Ja Rabbi na ruan kufit ton. Na i forcon ushtrin ton, na i mbroj vendin ton, ja Rabbi na i bashkan parin ton, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Islami, Allahi dhul gjelal ka thënë kështu, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kena zbrit fen, ne mbrojnë atë. Po s'ka thënë Zoti mbroj musliman, ka thënë mbroj fen. Dhe kem dallim na çka jem xhami këtu, qoftë hoxh ose haxhi ose xhamat me fen, kemi dallim. Fena Allahi dhul gjelal ka me mbrojt. Dhe nëse shkon hapa të fe, Zoti dhe ty ka me mbrojt. Po nëse nuk shkon hapa të fe, ti je tjetër feja o tjetër. Dhe shumë herë jën munu njerëzit fen me sulmu, shumë herë jën munu njerëzit fen me poshtru, shumë herë njerëzit kanë fillu dhe Kur'an me shkru, ka thonë unë e kam Kur'anin tjetër, kanë pregadit tulli far poezi dhe proza dhe kanë shkrut libra të ndryshme, më mundu islamin me sulmu, por nuk mundesh se është Allahu xhaleshanu, është një dhe ka dallim hoxha dhe feja, ka dallim Kur'ani dhe unë, nëse punoj sipas Kur'anit dhe shpjegoj atë jem çaj, nëse jo Kur'ani tjetër unë jem tjetër. Dhe dino vllazën se ai cili fillon këtu fal, këtu budallaqe, këtu gjana të mirana, këtu gjana që janë trana, ai si mëson se ka shejtanin. Edhe si hartus të i planit është shejtani, është iblisi alayhi lanetullah. Ai cili i thot Allahu dhul xhelal direkt, o Zot, sa njerëzit kanë me u kthy në rrugë tane, e ty me të adhuru, e në xhami me shku, e haxhin me kry, e më ndihmon njëri tjetrit, krejt ku mu ndu mi largu pe udhës tane. Qa pi thot Allah i dhul gjelal, po merri krejt o iblis, kush vjen me ty merre. Po qaj cili kthejet edhe më thot, o Zot apo më fal, prap ko me fal. Kështu që këtë mundimi jetë pështë ko me të shku. 24 orë kime punu, të në ditët dhe të një javën e këtë familjen kime shkatru, tu punu që njerëzit me i fes mi largu, prap të Zotin mu kthy, Allah i ko mi pranu. Kështu që këtë fiki, o asë një mos vina në gjami, hezme mos të falëm, heq, pe pelojmë gjimon, unë e prej hytës mos briti dhe jo, hajtë dalim shkull. Zoti nuk ka nevoj për neve. Allahi nuk ka nevoj për namazin tënë dhe temin, se ka të falim namazin e Allah e din ka puna shkën mendja. E s'ka nevoj Zoti për avdesin temë dhe tonin, se është Allah që s'ka nevoj për askën. As ka lind, as është lind për jaskuj, as ka lind askën. I pa fillim, i pa mbarim, Allah gjeleshanuhu, hiq mu se adhuro as ti e asun, se kanë me adhuru edhe me lachet edhe shtas edhe shpes edhe gurt edhe kudat, edhe qiell edhe hana edhe djell edhe gjitha. Po ti e bo kryneq, ti e mos falenderun ndaj Zoti, tari edhe po dënë edhe me dalë prej fes, po ti i dalën një, po ti i largu një, qka po dë me ba ma shumë? Po dë me marë edhe mu, qaj që të shkon, Allah hile u dha marë i kuft. Po dije që prap që të ki mu këthy. Dhe zdashta me përmen kërkon po vija trasha, unë pëlqej një dit një hoqta, në ka fëtu Zoti bili mus mi lasi gjenaze që ta. E mus tjeni pe atyne që mu gëzu hoxha me thonë s'pelaj si gjenaze, as pja fali as gjenaze. Po t'jesh për atyne që Zotin e adhuran, e familjen e mësën, e para Zotin me faqet barë del, se nuk ka fe tjetër pos islamit, se kjo ka qenë prej Ademit alayhis salam. Renë Zoti ka dërgu pejgamber kur njerëzit ju largu prej fes. Shkurtimisht, po e thëmë për kohën e Nuhit alayhis salam, Zoti ka shatru këtë dunjan, kush ka qenë nanije ka shpetu. Dhe mas Nuhit alayhis salam 300-400 vjet, kanë qenë disa njerëz të mirë, Jagutha wa Yauqa wa Nasra, Zoti në surën Al-Bekari ka përmend. Kur kanë vdekë ta, shejtani ka shtit disa filozof, disa njerëz, disa njerëz që mundohet me qenë më të mëshëm se sa të mëshmit. Po thot ai bojna disa njerëz skulptur, i vizatojna mgur ose i gdhen dum gurin, e janë gjithë me emrin Jagutha wa Yauqa wa Nasra. Këta 3 vet. Kur të shohim Jaguthën, na shkon mendja me shku mu fal, që drejtë sa mirë është i mirë, këtë punë ka i zanat. Po ti pse po bësh punëtori ti se s'dinat punëtori ti me kom. Edhe Jaguthën wa Yauqa wa Nasra. Kur të shihim Nasran, na bjen mend çish me dha sada. Kur të shihim Jaguthën, na bjen mend çish me vizitu dikon. Kanë shku edhe disa 200-300 vjet tjera, kanë fillu njerëzit me adhuru. Zoti ka qenë pejgamber tjetër kur njerëzit rrugën e Zotit e kanë shu. Dhe i fundit ka qenë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kur arabët në atë kohë kur i ka lind vajzë e ka shtit për zgjalli dhej.
Për një kërpesh devës, 2 kabile kanë luftu, e mashu kanë ndrru, e gjakderdje kanë shpenzu për një kërpesh devës. Qëta që Allah se kanë adhuru, qëta që 360 zota në qabe i kanë adhuru, Zoti pejgamber ka dërgu që njerëzit rrugë drejt mi qu. Mirë po, Allah i dhul gjelapi të Rasulullahi ton, nuk e udhëzon ti këndon. Edhe mu të ranu hoqë e haji, njerëzit mi pru në gjami, s'kan me hi. Zoti po nuk kime mujti mishtin fe, po unë e kom hidajetin udhëzimin dur të am Allahit, ama jo të është më spjegu. Se cili prej neve këtu e kemi bërq, e kemi farz, obligim, qofë familje, qofë shoqni, qofë venin ku punoj, qofë në rrugë, me përmen Zotin. Edhe mi ka du tjeve që kjo mirë, që kjo keq. A falesh, as falesh, a shkon xhami, a me ravdes, a piraki, as o punë jote është ajo, ti edhe Zoti jët, edhe vorri jët, të 3 gjana jenë. S'ka tjerë, ti, Allah jët, ajtë ka kriju, e ajtë ka furnizu, e ajtë shpirtin të ka dhuru, e ajtë shpirtin të merë, e ajtë ka me të rinjall, e ajtë në gjenet ose në gjenem që një hoxha. Unë e ka me spjegu, nëse do me kuptu që ku vendi falu adhuru Zotit. Nuk do me kuptu, Zotit mare me ta qu. Ti dërsa nuk di qa me thonë. Inshallah Zotin e forcon imanin. Inshallah Zotin e runë ftyren. Inshallah Zoti, ja Rabbi, qysh jemi të bun këtë xhamin xhenet na qënë. Allah inshallah ja fal gjërat e prindve ton. Allah na drejtoft e vllatet ton. Allah na bashkoft me familjar tonë me këtë dynjan xhenet ja Rabbil alamin. Zoti i madh i shëron të smurit ton. O Zoti i madh i udhëzon të humbrit ton, i mëshiron të vdekurit ton. Ja Rabbi po të lutem para këtyre njerëzve me abdes. Ja Rabbi na i ruan kufit ton. Na i forcon ushtrin ton, na i mbroj vendin ton. Ja Rabbi na i bashkon parin ton. E kulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.